Sot e kemi po një lojë shumë të konkurrume prej dy ekipeve finaliste, cilat për mendimin tem u konë lojë e kënaqshme për neve si tifozë. Ekipi i Fefs Masterit mendoj që janë konë ma konkret në konkretizimin e rosteve edhe kjo kam rri pak a shumë me bo diferencën. Liga universitare është organizim shumë i mirë, mujnë më dalë edhe shumë talenta për kësaj lige. Ka shku loja mirë, fatkeqësisht janë konë më të mirë, këto ma me përvojë, ma më të mirë, edhe kena pësu humbje, po përgjithësi o konë një loja mirë edhe për janë nësun, po fati nuk ishtë më në tonë. Qështu ka do rrugtimi deri në finalin e sotme? Rrugtimi o konë një zarshëm, po se na dërzukor, jena konë në jo ekipo, jena konë familje, do me thonën, se cili për një tjetër në dhe këna më rritë deri këtë, ku jena sot. Qështu do kompeticioni sot? Kompeticioni sot do konë fantastik, ka shku shumë mirë, gjithë shka në regull, gjithë shka fair play o konën, super do me thonë, me një fjallë. Ju si, do me thonë e këtë fitu vendin e dytë, Po. kjo shumë ma para që kam jo... A jeni të kënaqshëm me këtë shumë? Po të kënaqshëm, jena në fakt nuk kena hi për shumë, kena hi ma shumë për qef, do me thonën, e kena pos qef. Ma shumë se për para, për ti po edhe qmimi so i keq, e ndojmë pjesë barabarta, kur gjohë, me dalë me shëqni që atë e argjojmë bashkë se ekip. Mendoj që ka qenë një finale mjaft e bukur, ndeshje mjaft e mirë me dy ekipet, me Universitetin e Prishtinës, Fakulteti e Ekonomikut. I falenderoj Fakultetin e Edukimit Fizikit dhe Sportit që na bën me përfaqësu që 3 vjet që jemi kampion këtë garës në futsal. I falenderoj lojtarët, falenderoj koordinatorin Rambola, gjyqtarët për një ndeshje mjaft korrekte. Qysh ke kompeticioni sot? Kompeticioni është mjaft e mirë, kishte edhe tifoz, atmosfera është mjaft e mirë, edhe i falenderoj lojtarët për një lojë mjaft e bukur. Qysh ke rrugtimi deri në këtë finale? A ka një vështirë? Rrugtimi në fillim ishte pak i vështirë, pasi që në grupe kemi bërë 2 barazime, por mendoj që apet ja ka vlejt, pasi që 3 vjet rresht jemi kampion të kësaj gore dhe i falenderoj të gjithë përsëri. A jeni të kënaqur me shumën e parëve që e fitoni ju si finalistë? Mendoj që shuma nuk është mjaft e madhe, pasi që jemi 12 lojtarë në ekip, por kur ka kësi ekipi, kur ka kësi atmosferë, mendoj që parja nuk ka gjithçka, por atmosfera